Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Speci djegës, sekreti që shëron artritin për gjithmonë, jasti ta përdorni. Një nga problemet më të mëdha me kockat është osteoartriti. Dhimbjet dhe gjithashtu simptomat e saj mund të trajtohen me disa terapi natyrale me bazë bimore. Përpos këtyre terapive, ekspertët nga ana tjetër rekomandojnë edhe aktivitetin e rregullt fizik. Disa nga shenjat më të hershme të kësaj sëmundje janë ngurtësimi i gishtave dhe gjithashtu dhimbja e kyçeve dhe kërcitja e gjunjëve. Trajtimet natyrale kundër osteoartritit. Kapsaicina. Kapsaicina gjendet pikërisht tek speca djegës. Ndër përfitimet të shumta të cilat vijnë prej saj është edhe largimi i dhimbjes së osteoartritit. Studimet gjithashtu tregojnë se efikasiteti i kapsaicinës ndihet pas 3 javësh përdorimi. Avokado. Ekstrakti i avokados është gjithashtu efikas në paksimin e dhimbjes dhe eliminimit të ngurtësimit të gishtave. Megjithatë, ky ekstrakt mund të jetë alergjik për disa njerëz, edhe konsumimi i avokados është i rekomandueshëm. Xhenxhefili. Xhenxhefili është shumë i mirë edhe në largimin e inflamacionit dhe në parandalimin e simptomave të osteoartritit. Ekstraktet e xhenxhefilit duhen marrë rregullisht për të përmirësuar dhimbjen e ijeve apo gjunjëve si pasojë e osteoartritit. Xhenxhefilin ju mund ta konsumoni edhe të freskët si çaj ose në gatime të ndryshme. Osteoartriti luftohet nëpërmjet ushqimeve. Studimet thonë se ngrënia e perimeve, bishtajoreve, dritrave të plota, mishit pa dhjam apo produkteve të bulmetit me pak yndyrë është elbësore për çdo që vuan nga kockat. Ata duhet të shmangin ushqime dhe pije të përpunuara të cilat mund të rrisin inflamacionin. Këtu përfshihet sheqeri, ujë me sheqer në shtesë ose alkooli. Njerëzit të cilët janë të prekur nga kjo sëmundje duhet të tregojnë kujdes me peshën. Mbi pesha rrit presioni në kyçe dhe në gjymtyr dhe është një faktor rreziku për këtë sëmundje. Ushqimet e pasura me acide yndyrore omega 3 janë të rëndësishme për mbajtjen nën kontroll të osteoartritit. Këto acide ju mund t'i merrni nga sardelet, salmoni, skumbria, arra dhe faret e linit. Nëse dëshironi të merrni suplement, rekomandohet të konsultoheni sa më parë me mjekun tuaj. Ndërkohë, ja cilat janë vlerat shëndetësore të specit djegës. Si një lehtësues natyral i dhimbjes, speci djegës arrin që të mbrojë zemrën dhe të ndihmojë sistemin tuaj imunitar. Madje në lashtësi ai përdorej edhe për të ndihmuar në probleme të ndryshme shëndetësore. Mirë, po përse ju duhen këto dy përbërës? Vlerat e specit djegës. Speci djegës përmban kapsaicin, një substancë e cila arrin që të ngadalsojë dërgimin e sinjaleve në tru, duke filluar nga receptorët e lëkurës deri tek truri. Këto substanca mund ta ketë hasur çdo njeri edhe në pomada të cilat përdoren në trajtimin e osteoporozës dhe artritit reumatizmal. Gjithashtu speci djegës stimulon edhe qarkullimin e gjakut, gjë e cila ndihmon shumë në funksionimin e muskujve dhe të nyjeve. Vlerat e vajit të ullirit. Studimet gjithashtu kanë treguar se vaji i ullirit përmban oleokatin. Kjo substancë ka aftësi antiinflamatore pasi lufton dy enzimat të cilat shkaktojnë inflamacion kronik. Si të përgatisni recetën në 2 metoda. Njëra nga mënyrat e përgatitjes është fare e lehtë. Në një kavanos të qelçt, ne vendosim 2 deri në 3 speca djegës dhe më pas i mbulojmë ato me vaj ulliri.
Kavanozin e mbyllur me kapak e vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëm për 2 javë. Më pas mjaftoni ta aplikoni atë në zonat të cilat ju japin shqetësim. Nëse nuk doni që të prisni për 2 javë për të përgatitur këtë kur, mjafton që të ndiqni këto hapa. Ajo që juve do t'ju nevojitet është gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur dhe 1 filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit ne e hedhim në një tas dhe e ngrohim me banjo mari, pra e vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas duhet të dini se vajin e ullirit duhet t'i shtojmë edhe specat djegës në formën e pluhurit dhe t'i trazojmë mirë që përbërësit të përzihen mirë me njëri tjetrin. Ndërkohë këtë masë aplikojeni në nyjet apo në muskuj të cilat ju shkaktojnë dhimbje dhe e fërkoni në të gjithë sipërfaqen në mënyrë që të përthithet nga lëkura. Gjithashtu, pasi ju të keni aplikuar këtë pomadë, mos e shpëlani zonën me ujë të ngrohtë pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Po ashtu, këtu ne do t'ju tregojmë edhe recetën e hithrave e cila do t'ju vinë në ndihmë për të trajtuar dhimbjet e kyçeve. Dhimbjet e kyçeve vinë për shkak të sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa receta natyrale dhe një prej tyre dhe një prej më të mirave është pikërisht ajo e hithrës. Kjo bimë është efikase edhe në zbutjen e dhimbjeve, ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson ëndjen dhe largon dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji i hithrës së freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban shumë minerale të shëndetshme përfshirë kalciumin, magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë edhe nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e moshës. Për këtë lëng, juve do t'ju nevojitet 1 filxhan çaj me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe më pas lajini ato me ujë të bollshëm. Më pas hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrin një val. Uleni zjarrin dhe lëreni të zjejë edhe për pak kohë. Menjëherë më pas skullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse do të dëshironi. Merrni një lugë çaj me gjethe të thata dhe hidheni në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Ziheni për 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjalt për të ëmbëlsuar dhe pak kanellë e cila gjithashtu ju ndihmon kundër inflamacionit. Ndërkohë, lëngu duhet pirë totalisht i ngrohtë, mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë që ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe njëkohësisht mineraleve. Hithra është gjithashtu e pasur edhe me sasinë të lartë të kalciumit dhe të magnezit, madje më shumë se barishtat dhe zarzavatet e tjera të marra së bashku. Flavonoidet dhe karotenoidet, të cilat gjenden tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pijeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit tuaj imunitar. Aplikimet e ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje ato munden të forcojnë sistemin tuaj imunitar. Aplikimet e ndryshme të hithrës janë po aq efikase, madje më të drejtë për drejta, por gjithnjë sugjerohet që ju ta pini lëngun e hithrës për të marrë sa më shumë përfitime prej tij. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj
para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.